Nëse dikush të rrëfehet dhe ti tregon fshehtsirat e shpirtit të tij, dije se besimi i tij ndaj teje ka arritur në një nivel të lartë, andaj mos e tradhto këtë dhe mos ja zbulo këta fshehtsira. Njeriu ka nevojë për një njeri spaku, në mos edhe më shumë. Nuk kam parë ndonjë restorant i cili ka një tavolinë vetëm me një karike. Spaku janë dy aty. Është interesante që njeriu gjithmonë lakmohet ndaj jetës dhe formës së tjetrit. Pra, nëse i pyesish tjerët si jetojmë ne, kënaqen. Nëse i pyesim veten si jetojnë të tjerët, kënaqen. Jeta është si një klap, dhe mbyllja e jetës është si klapa tjetër. Pra, fillon me lindjen dhe përfundon me vdekjen. Në midis dy klapave varet ti se çka do të shënosh. Shëno dhe vepro veprat